në plazhet e pushtuara ku zgjidhet i metër plazh publik, por të gjitha të dominuara nga të fortit dhe shet që shesin shezlonga qindra euro. Por vrasja e turistit portugez ka dhe një karakter konkret shtetëror, sepse në këtë akt makabër, e quaj makabër, erdhi të bëj pushime tek ne ai. Dhe tani ai përcillet në arkivol. Në këtë akt makabër, bashkëpunëtor ishin të paktën 3 punojës me uniformë. Kjo dëshmon se cila shkalla e lartë e inkriminimit të rojeve të sigurisë në këto lokale. Ata në vend se të parandalonin krimin, e fshehen për orë të tëra krimin. Në mos, hetimi do të regoj, nofta, edhe morën pjesë në masakrimin e 20 vjeçarit portugez.